Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Rrëfim e Jete për të ndarë një letër me ju që unë do t'ju kisha lutur që ta shpërndani sa më shumë tek miqtë të tuaj që të ngrem një alarm. Kjo nuk është një letër e thjeshtë. Kjo është një letër që brenda saj përmban një bombë të madhe, përmban një bombë e cila është realisht shumë e frikshme për ta, për ta sjellur tek publiku, por unë kam vendosur që ta sjell sepse më duket jo normale ajo që në fakt unë po shoh rreth realitetit në të cilin e hasemi. Rrëfimin ma ka shkruar një student nga Tirana, të cilit i kishte ndodhur dhe i ndodh një gjë e tmerrshme me motrën e tij. Ishte dimër kur vendosa të largohesha nga fshati dhe të vija në Tiranë për studime. Nëna më përcolli me lotë në sy, ndërsa babai më dha 200 euro të fundit që kishte kursyer nga puna e rëndë. Mos u dorëzo birë, më tha. Ne nuk kemi pasuri, por kemi emrin, kemi dhe nderin. Unë besoja se jeta në të vërtet do të ndryshonte. Kisha ëndra të mëdha. Ditën studioja në universitet, ndërsa pas diteve punoja në një kompani private për të paguar qiran edhe ushimin. Nuk ishte e lehtë, por isha krenar që po ja dilja vetë. Në atë kompani, drejtori ishte një burr rreth të 50-ave. Në fillim sillej mirë me mua, më lavdëronte para të tjerëve dhe më thoshte: "Ti je djalë i zgjuar, do të ecësh shumë përpara." Unë e respektoja. Nuk e dija realisht se pas buzëqeshjes së tij fshihej krejtësisht diçka tjetër. Një ditë po rinim në zyrë dhe ai pa një fotografi të motrës time në telefonin tim. Ishte foto familjare. Motra ime jetonte në Itali dhe punonte si infermiere. Ishte vajzë e ndershme dhe ishte vajzë shumë e bukur. Drejtori më pyeti menjëherë: "Kush është kjo?" "Motra ime", i thash me shumë krenari. Ai buzëqeshi çuditshëm. "Na prezanton ndonjëherë." E mora si shaka dhe nuk i dhash rëndësi. Por pas asaj dite, ai filloi të më pyeste vazhdimisht për të. Donte Instagramin e saj, donte Facebookun, numrin e telefonit, ndërsa unë gjithmonë shmangesha. "Motra ime nuk merret me rrjete sociale shumë", i thoja unë. Në fillim mendova se do lodhej, por jo. Një mbrëmje më ndaloi pas orarit të punës. "Dëgjo", më tha seriozisht. "Më jep kontaktin e motrës. Dua që ta njoh." Unë mbeta pa pikë fjale. "Zotëri", i thash unë, "ajo është e fejuar." Ai ndryshoi fytyrë menjëherë. "Nuk të pyeta nëse është e fejuar." Atë natë shkova në shtëpi me zemër të rënduar. Nuk i tregova askujt. Kisha frikë të humbja punën, pa atë punë nuk paguaja dot qiran e dhomës ku jetoja. Ditët kalonin dhe presioni shtohej. Drejtori filloi të më trajtonte ndryshe, më bërtiste para kolegëve. Për gabime të vogla, më linte me orë shtesë pa pagesë. Dhe një ditë më tha: "Mos haro kush të mban me bukë." Unë e kuptova se gjithçka lidhej me refuzimin tim.
Një mbrëmje motra më telefonoi nga Italia duke qarë. Çfarë po ndodh? E pyeta i shqetësuar. Ajo më tha se një burr po i shkruante vazhdimisht në rrjetet sociale, nga profile të ndryshme. I dërgonte mesazhe të sikletshme dhe i thoshte se e njihte vëllain e saj. Kur më tregoi foton e profilit, mu pren këmbët. Ishte drejtori im. Nuk e dija çfarë të bëja. Ndjeva turp, ndjeva zemërim dhe pafuqi njëkohësisht. Të nesërmen shkova në punë dhe i thash: "Të lutem mos e shqetëso motrën time." Ai qeshi duke më thënë: "Po kush je ti të më ndalosh? Nuk është në rregull kjo që po bëni." Ai u afrua pranë meje dhe më foli me zë të ulët. "Nëse do të rish këtu, mëso të bindesh. Atë ditë nuk munda të përqendrohesha fare në universitet. Profesori po shpjegonte, por unë vetëm mendoja për motrën time dhe për mënyrën se si po pështrohesha. Pas disa javësh ndodhi ajo që kisha frikë. Më thirrën në zyrë. Je i pushuar nga puna, më thanë shkurt. Ke performancën e dobët." Isha i shokuar. Kisha punuar më shumë se kushdo aty, nuk mungoja kur, nuk vonohesha kur, por e dija të vërtetën. Po më nxirrnin nga puna sepse nuk pranova të bëhesha urrë për motrën time. Kur dola nga kompania, filloi shi i madh, nuk harroj kur atë ditë. Ecja rrugëve të Tiranës pa ditur ku të shkoja. Në xhep kisha vetëm pak para, qiraja po afrohej, provimet po ashtu. Ula në një stol dhe shpërtheva në lot. Për herë të parë në jetën time u ndjeva i vogël dhe i pambrojtur. Nuk i tregova familjes, nëna do sëmure nga meraku. Babai do nisej më një herë për Tiranë dhe pse nuk kishte as lek për rrugën. Fillova të kërkoja punë tjetër. Ditën shpërndaja CV, natën studioja. Kishte net kur haja vetëm bukë me kos. Kishte ditë kur ecja në këmbë me orë sepse nuk kisha lek për autobus. Por gjëja që më vriste më shumë ishte padrejtësia. Një natë mora në telefon përsëri. "Mos u ndje fajtore," më tha duke qarë, "ti më mbrojte." Ato fjalë më prekën shumë. Sepse për një moment kisha menduar se ndoshta duhej të heshtja, ndoshta duhej të pranoja gjithçka vetëm për të mbajtur punën, por jo. Ka gjëra që vlen më shumë se një rok. Kaluan muaj të vështirë. Punova kamarier, shpërndar spicash, madje edhe net në magazin. Nuk ishte jeta që kisha ndruar, por të paktën flia i qetë. Një ditë mora vesh se drejtori ishte denoncuar edhe një nga vajzat e tjera në kompani për ngacmime dhe abuzim me pozitën. Shumë kishin heshtur nga frika ashtu si unë. Atëherë kuptova se e keqja arritet kur njerëzit heshtin. Kjo në fakt është letra që ka shkruar ky vëlla, do kisha dashur të marr mendimin tuaj.